Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, sipërmarrëse e Frontera Akademi, Frontera Qendra dhe Valmet Distribucion. Sot kemi të ftuar një influencer shumë të famshme dhe për ne shumë të dashur, që është Benjada. Faleminderit që erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit që Dorina që më ftove për te podcastin dhe mezi po pres pyetjet e tuaja. Jam pak e frikësuar sot, por jam e frikësuar sepse ti më njeh shumë mirë dhe nuk e di çfarë më pres sot, por janë pyetje vajzash. Okay. Janë pyetje të dashura për njerëz të dashur që kemi zgjedhur të është për shumë bashkëbisedim midis të dyjave. Atëherë të them që mund të më pyesësh çfarë ti dëshiron. Faleminderit shumë. Nuk është profesioni im ky, por do jetë një bisedë midis të dyjave. Mund ta filloj për të bërë komplimente sepse kam parë podcastet që ke bërë, që ke realizuar, i kam parë në Instagram dhe mendoj që je lindur pse jo edhe për punërim, Dorina. Faleminderit. Por profesionin e kam sjellur. Ky është thjesht për të treguar botën e fronterës për këtë familje të madhe që ne kemi zgjedhur të ndajmë. Dhe unë këtë dua të pyes, dhe kështu dua ta nis me ty. Pse ti zgjedh të bëhesh imazh i fronterës? Pse na the neve po? Atëherë, të them vërtetën, sepse unë jam gjithmonë shumë e sinqertë. Kur dola nga eksperienca ime e famshme dhe e bukur, sigurisht pata mundësinë për të eksperimentuar dhe për të parë dhe për të njohur disa qendre estetike që në ishën ofruar mbas daljes e Big Brother. Dhe ku erdha këtu, ndjeva një ngrohësi ndryshe. Frontera mendoj që nuk është vetëm një qendër estetike dhe mjekësore, por është një familje. Është një familje që është gati për të ndihmuar dhe për të suportuar çdo dhe njerëz që hyn te kjo dera me 360 gradë. Jo vetëm për pjesën estetike, trajtime, masazh, por edhe te pjesa mjekësore. Pata një rast që nuk isha shumë mirë në gjendje shëndetësore, po. Dhe ti dhe stafi yt më suportuat me çdo gjë, nga analizat nga mjekët që erdhën këtu në Italia, në Shqipëri, dhe u gjeta shumë e ngrohtë, sikur isha te një familje e madhe. Kjo ka qenë dhe ideja e fronterës, që ne këtë ta kemi si një shtëpi për të gjithë, jo vetëm për të marrë shërbim, se patjetër edhe orët e gjata që harxhohen këtu, qoftë për stafin, qoftë për të gjithë vizitorët dhe për pacientët që marrin shërbime, të ndjehemi si në një shtëpi, me bar brenda, me kushte që të kemi mundësi dhe të ndajmë gjëra të tjera përveç se shërbimeve estetike. Unë kam parë fotot e tua dhe xhirimet që ti ke bërë për fronterën me rastin e festave. Dhe dua të pyes, si festohet nga i vendi i dashur Itali që ti ke qenë? Festohet njësoj si neve? Atëherë, unë si kristiane që jam, sigurisht në Itali e ndjej më shumë këtë shpirtin e festës, e Krishtlindjes. Këtu në Shqipëri, sigurisht shumica janë musulman, por pra më pëlqen sepse e festojnë Krishtlindjen dhe ka edhe shumë krishterë. Por prap në Itali ndihet pak më shumë kjo atmosfera e Krishtlindjes. Edhe pse unë vi nga Milano dhe nuk është se ishte shumë mendoj që vitet e fundit sikur ka ndryshuar edhe atje, nuk është më ajo festa e madhe që ka qenë bërë më herët. Ndoshta pasojë nga Covidi, nuk e di. Por unë jam rritur që e vogël, që mami dhe babi më thonë të Benjada, e ke gati letrën për babagjyshin me dëshirat e tuja, dhe nuk e di, po në Shqipëri është kjo koncepti i prindërve. Nuk mendoj që është kaq patjetër bëhet, po nuk mendoj që është kaq i dashur sa që është. Mendoj se është më shumë kultura që ka ai vendi atje që e bën atë prallën e bukur për të. Por gjithsesi në Shqipëri në këto vitet e fundit gjërat kanë ndryshuar. Ka ndryshuar shumë. Dhe mendoj që jemi aty. Po barazohen. Po. Dhe nga ana dekorative mendoj që në Shqipëri bëjnë pak më shumë. Kam parë këto vitet e fundit është akoma më shumë dhe po ndryshon edhe këtu tek ne. E vërtet. Si është bota një influenceri? Atëherë, të them shumë e rëndësishme kur ti e shikon nga Instagrami, nga kamerat, por që ka dhe një botë prapa s'ke. E vërtet, është një botë shumë e bukur, sigurisht, por është një botë që
nuk është kaq e vërtet, sepse shpeshherë ndodh që blogerët, influencer dajnë vetëm 1% nga jetën e tyre, e jetës e tyre në Instagram. Dhe më ka ndodhur shpeshherë që njerëzit mendojnë që unë kam një jetë perfekte sepse shikojnë fotografitë të mia jo në Dubai, jo në Milano. Unë kam zgjedhur të ndaj me ndjekësit, me komunitetin tim, gjërat e bukura e jetës time. Dhe këtë e bëjnë shumë blogere. Por sigurisht ka shumë rapaskena. Ka dhe një jetë tjetër. Po. Si është ajo jeta tjetër? Me vështirësira, si gjithë njerëzit normal, me sfida. Dhe jeta e blogerëve është një jetë, si thash parë, shumë e bukur, sepse jetojnë në një ambient kur kanë kontakte me fotograf, me videomaker, me botën artistike, shumë blogerë shkruajnë libra, por sigurisht njerëzit nuk e dinë që për të arritur të bësh atë postimin perfekt, mbrapa kam 2 orë make-up artist, 1 orë flokët, 100.000 shkrepje para që nxjerrësh atë fotografinë. Do kesh gjithmonë shumë punë, praktikisht është një punë tjetër që ti e bën çdo ditë. E vërtet. Për të nxjerrë një foto të bukur. Do kesh edhe shumë ide kreative për të publikuar një video që mund të ketë shikueshmëri, sepse në momentin që ti ke një bashkëpunim me një brand dhe ti je paguajtur për atë bashkëpunimin, do nxjerrësh nga ana tjetër edhe një feedback. Dhe sigurisht është e bukur, një mënyrë komunikimi që ti ke. Po, ka edhe shumë strese, tani do mos sulmojnë benjada, streset e blogerëve. Por ka sepse ti do jesh gjithmonë perfekte, zbukuruar, e rregulluar. Më ka ndodhur një herë që njerëzit janë mësuar të më shikojnë të bukur në Instagram. Më ka ndodhur dorina një herë që një komshi në lagje më ka parë në situatë ishe smur, pak të vështirë. Dhe më ka thënë Benjada lyu pak se kështu nuk dukesh shumë mirë. Çfarë ke këtë? Zbet. Dukesh pak e zbet. Dhe unë ngela u habita dorina, se tash po kjo si më thuan kështu, isha pa make-up fare, me temperaturë të lartë. Dhe më bëri kishte ajo pamja vizuale e Instagramit të përditshëm. Po, më bëri përshtypje sepse plus edhe ndonjëherë mund të ndodhen disa komente negative. Dhe unë them, imagjino mos të kesh një karakter të fortë, mos të përballosh kritikat. Imagjino si e përballon ti, sa e ndjesh me jetin ndaj komenteve negative që shfaqen her pas here? Zero, Dorina. Nuk ka një indikim. Zero. Se për shembull njerëzit paktën nga leximet e rrjeteve sociale që un kam parë, është për artikulimin tënd të shqipes. E vërtet. Por që unë mendoj që kjo është një gjë normale për një person që nuk ka jetuar në shtetin tonë, edhe madje është shumë mirë që ti e flet shqipen, e flet shumë mirë, fal prindërve të tua, po mënyrës që ato e kanë mbajtur gjuhën. Në fakt kam lexuar disa komente në TikTok, në Instagram, disa gra shqiptarë që kanë shkruar nipat e mia, mbeset e mia flasin shumë mirë gjuhën shqipe dhe por jetojnë në Itali. Dua të eliminoj këtë mendimin. Ka shumë fëmijë e shqiptarëve të huaj emigrantëve që nuk e flasin fare gjuhën shqipe. Unë nuk ktheva në një udhtim në Dubai, disa kohë më para dhe afër meje kisha një gocë, një çun, vëlla e motër. Ato jetoshin në Dubai, babin e kishin arab, mamin e kishin shqiptare. Dhe kishin 17 dhe 20 vjeç dhe nuk dishin asnjë fjalë gjuhë shqipe. Kjo sigurisht nuk është diçka e mirë sepse duhet pak të por jeta është kaq shumë e shpejtë në evolim, që ndonjëherë prindër shqiptar nga vështirësirat, sidomos ato që kanë emigruar në vitet 90, kanë përballuar një jetë kaq të vështirë që nuk rrin dot 24 orë edhe t'i mësojnë fëmijës gjuhën shqipe, sepse prioriteti është të mësosh gjuhën atij vendit. Pastaj gjuhë shqipe mësohet. Tani unë mendoj se kam përmirësuar çika. Ke përmirësuar shumë dhe flet shumë më mirë, por që ti ke guxuar, sepse je person që ke zgjedhur dhe të shkosh të jesh mediatik, pavarësisht artikulimit, pavarësisht mënyrës së të folurit të gjuhës shqipe që ti bën, por ti ke zgjedhur të guxosh për këtë pjesë. Dhe unë për këtë jam shumë e kënaqur që çdo njeri nga ne mund të perfeksionohet rrugës edhe mund të mësoj. Askush nga ne nuk lind
vdes po me të njëjtin. Patjetër. Po bota është e bukur sepse jemi të gjitha ndryshe dhe ndonjëherë unë mendoj realisht më mirë mos të flasësh perfekt dhe ndoshta edhe mund të gabosh një fjalë për të dërgosh mesazhe të bukura. Ka shumë persona ose ndoshta mund të ketë disa moderator ose influencer, blogger që flasin shumë mirë, flasin gjuhën perfekte shqiptare letrare, për dërgojnë ndonjëherë disa mesazh negativ. Dhe unë jo për t'i bërë qef i vetës, po them Benjata vazhdo kështu se fund fare dhe po gabon është ti ke një zemër shumë të bukur dhe unë këtë e kam vënë, ta kam thënë edhe jo publikisht, edhe tani publikisht. Jam gjetur shumë mirë me ty si një mikesh. Më shumë se sa një influencer që ka ardhur në qendër vetëm për të marrë një shërbim apo për të bërë një postim apo për një kontratë financiare. Gjithmonë, të gjitha eventet që kam pasur, qoftë të industrive të tjera që kam drejtuar, ke qenë një person që ke ardhur gjithmonë. E ke ndjekur me dashuri dhe më ke uruar me shumë dashuri, se mendoj që ti ke një zemër shumë të bukur dhe kjo të bën ndryshe nga influencerat e tjerë. Faleminderit, por ama nuk e bëj më të gjitha, sepse kam bashkëpunuar edhe me disa kompani të tjera, por me ty është një lidhje shumë speciale. Dhe kjo nuk përshkruhet me fjalë, nuk është për të bërë qesh njëra tjetrës. Po. Që mendoj që kemi pasur çaj, jam gati. Vërtet. Çfarë do mendon, si mendon ti që do të ndryshoje botën e influencerave? Çfarë do doje të ndryshoje në influencerat shqiptar? Nëse do kishe mundësi të ndryshoje. Atëre, shumë gjëra. Shumë gjëra. Ty gjëra na thuaj. Po, të filloj nga e para, të filloj edhe nga vetja ime. Duhet që influencer shqiptare t'jenë ma vetvetja, t'jenë ma të vërteta. Ndoshta që fillojnë edhe publikojnë gjëra ma jo të perfekte, po të rregojnë jetën reale, sepse e thash parë, jeta e vërtet nuk është vetëm udhëtime luksuoze, ushqime të bukura, por jeta reale ka shumë edhe vështirësira dhe influencer shqiptar kanë shumë frikë të tregojnë edhe një problematik, siç mund të jetë për shembull një ndarje. Shpeshherë në intervistë blogerët, influencer, personazhe televizion nuk flasin për ndarjet, nuk flasin për dashurinë, kanë frikë të ekspozohen nga gjykimi i njerëzve. Duhet që të eliminojmë gjykimi, jo vetëm personazhet e televizionit, por edhe njerëzit në botën reale. Mos kemi frikë nga gjykimi sepse fund fare asnjë nuk është perfekt, të gjitha vuajmë, të gjitha qajmë. Patjetër. Të gjitha kalojmë. Kjo na bën të jemi dhe femra. Po, e vërtet. Jemi dhe të ndryshme. Po, e vërtet. Kjo dhe pastaj unë shikoj që blogerët këtu në Shqipëri, disa blogere, jo shumë, pranojnë bashkëpunime pafund. Dhe unë personalisht dua të bëj pak bashkëpunime për t'jem reale dhe atë bashkëpunimin që unë nxjerr ta mbështes ideen. Per esempio, unë nuk kam pranuar asnjëherë të bëj bashkëpunime me tatuazhe. Për cilën ti nuk e ke as në trup. Po. Tatuazhe apo ndërhyrje, tatuazhet për shembull qerpikët, vetullat, tatuazhen që bëjnë microblending. S'ka asnjë gjë, janë shumë vajza që është i lirë për ta kryer. Janë shumë vajza që nuk kanë ndoshta, që kanë problematike dhe e bëjnë tatuazhin, për mos ta bëjnë për lek. Mos pranojnë çdo lloj bashkëpunime. Nga gjërat që ne bashkë kemi thënë që në fillim që unë nuk dua ti të jesh një prezantues ose influencer për fronterën apo imazh për fronterën, nëse ti shërbimet tona nuk i kryen. Sepse është bërë një praktikë që në përgjithësisht influencerat mbase duke mos dashur të gjykojnë për pjesën financiare apo kontratat që ata zgjedhin të lidhin, por për shërbimin që nuk i marrin. Do të thënë sa i besueshëm është një influencer nëse shërbimin estetik apo mjekësor estetik nuk e kryen vetë. Nëse ti nuk ke klient i parë që merr shërbim brenda një qendre për të kuptuar edhe problematikat. Sepse unë dua shumë që çdo person që futet brenda qendrës time të më thotë problematikat që gjen. Gjëra që mbase unë nuk i kam vënë re, që ne të përmirësohemi çdo ditë më shumë. Absolutisht. Ka frontera shërbime që doja t'i përmirësoj. Atëherë, të them vërtetën, kanë qenë në Milano herën e fundit me Jorin në qendër estetike shumë të mirë në Milano. Një nga qendrat më të famshme, nuk e bëj emrin, dhe në bisedë sipër, meqenëse që un kam disa lishane të ndryshme, meqenëse edhe mbi emri. I pyeta por kishin aparekaturën për të bërë
diagnostikimin e nishaneve. Bravissima. Dhe nuk e kishin. Dhe unë u habita shumë dhe i thash, unë dhe Jori thamë, po më falë, te frontera në Shqipëri, dermatoskopia madhe. Albania i kemi, Italia nuk i kemi, si ka mundësi, në Milano, në qendrën e Milanos, jo, sa nuk e kemi, sepse kjo parketura kushton shumë lekë. Është vërtet shumë e kushtueshme për të bërë body mapping, për të bërë gjithë pamjen e trupit për diagnostikimin e nishaneve, është një aparaturë që kushton shumë dhe njerëzit akoma nuk e kanë kulturën e të bërit këtu lloj diagnostikimit të mëhershëm, sepse e quajnë nishanet se hëmëse nga dielli janë, nuk ka problem. Por nuk kuptojnë që melanoma është kanceri më i vështirë. Në fakt unë kam hequr një lisham që nuk ka qenë i keq, por ishte shumë i bezdishëm në një zonë pak delikate. E hoqja dhe shpeshherë bëj analizë sepse me qenë që kam disa lishane të ndryshme, thash dua që të kujdesem dhe mos nuk i të sierë nga rrezikët e dielli. Gjithmonë është e rëndësishme për të diagnostikuar përderisa mundësitë janë, pse jo. Dhe përgjigjja është jo, Dorina, sepse i ke të gjitha, nuk të mungon asgjë. Kur nuk i ka në Itali, por i ke ti te fronterë, domethënë nuk di çfarë të shtoj tjetër. Nisur nga mbiemri nishani, ti ke 2 mbiemra. Jakiç e nishani. Pse 2 mbiemra? Atëherë, nuk është gjithçka e çuditshme, mund të them fërtetën. Fakti është sepse mbiemri Jakiç është një mbiemër me origjinë bosnjak. Shpeshherë e kanë ngatruar me serb, sepse shumë mbiemra që marrin me iç, Ibrahimovic janë serbe, po janë edhe bosnjak. Unë kam origjine bosnjake nga ana e sorgjyshit. Nga babai, normalisht. Më fal, nga ana e mamit, si vjen? Mami. Okej, po. Dhe thjesht kam hapur Instagramin në parë, kam dhënë mbiemrin Jakiç sepse isha e vogël, kisha ndërtuar një brand tim me mbiemrin Jakiç dhe nuk e hoqa sepse momenti që ti ndryshon, pastaj ku të bëjnë tag në Instagram, nuk të gjejnë nuk i gjejnë fotot. Dhe ngeli kështu pastaj Jakiç. Pastaj kur në Shqipëri, thash, me qenë që u rita, kaluan disa vite dhe njerëzit googoloshin, kërkoshin nishanin dhe nuk më gjeshin, bona mbiemrin e babit. Dhe babi pastaj u lumturu. Doli dhe mbiemri. Më në fund, sepse ku më pyesin na ku je, unë them nga Durrësi. Ndërkohë, në Shqipëri, do thuash nga prejardha nga babi, nga Gjirokastra. Babi është nga Gjirokastra. Babi është nga Gjirokastra, po. Mami është nga Durrësi. Tani nuk dini si të përgjigjemi nga Gjirokastra apo nga Durrësi. Po unë ndjen bursake. Si ka qenë eksperienca jote në Big Brother, sepse ti vjen në Shqipëri për Big Brother? Atëherë, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Unë e kam kërkuar këtë eksperiencën dhe e kam ndjerë. Se nga video duket sikur ti e ke shijuar atë me të gjitha dimensionet e veta. Po, është shumë e vërtet. Unë meditoj shumë si person dhe 4 vite më parë, tani kanë kaluar 4 vite goca, sa kanë kaluar? 4 vite, 5 vite se harrova. Isha në telefon me një shok gazetar që punon në Top Channel dhe i thash, por në Shqipëri s'kam menduar asnjëherë të bëjnë Il Grande Fratello VIP, Big Brother VIP? Po, më thot shoku im, Ervin Kurti, që ta përshëndesim. Po, më duket që këtë vit kanë dëshirë ta bëjnë, ta zhvillojnë. Ti je interesuar? Dhe unë është vite që them, pse se bëjnë në Shqipëri, t'isha futur unë dhe ta kisha fituar. U futëm, nuk e fituam, por këtë e dinë shqiptarët, por shkoj shumë mirë. Por që e ke gëzuar? Po, edhe është. Pas momentet të vështira aty? Po, ka pas shumë momente të vështira, Dorina, por unë si natyrë mundohem gjithmonë të marr gjërat e mira e jetës. Edhe gjërat e vështira i transformoj në pozitive, sepse nuk dua të mbikarkohem. Dhe kam parë që kjo në jetë më ka hecur më shumë. Unë po të filloj të ankohem, pastaj nuk më hecin gjërat. Ndërkohë, jo, po dhe ti jeton energjia pozitive që ti sjell, qoftë personave që të janë në kontakt me ty, por qoftë edhe vetes tënde, ti je gjithkohës e qeshur, e gëzon, e jeton. Mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme, se në fund të ditës çfarë është punë të bëhet. E vërtet, e një çfarë kam parë ku kam dalur, që ky karakteri im ndonjëherë mund të është marrë edhe si falso nga disa ndjekësit. Më ka thënë kjo shtirët, kjo bankot, si ka mundësi që është gjithmonë happy, si ka mundësi si është gjithmonë e lumtur. Për unë tani në një kontest televiziv, unë s'kam ardhur për të qajt hallet e mia. S'kam ardhur për të uzime gjithë shqiptarët me banorët e shtëpisë. Pastaj po do zihesh, do ta mbash edhe do ta kthesh përgjigjen. Ku ti
përgjigje nuk e ke gjëran tënde të fortë, do mbrosh. Dhe nganjëherë mendoj që edhe është e vështirë që ti të bësh negative. Është shumë e vështirë që nga mënyra, nga fizionomia e fytyrës ose mënyra se ti përjeton gjërat, mendoj që do ishte shumë e vështirë që të bësh egër vetëm për të qenë aty. Jo, egër jo, por kam pas disa raste në kontekstin e Big Brotherit që jam mbajtur shumë. Por shumë fare dhe kam marrë frymë, kam medituar, kam bërë yoga të brendshëm për 3 sekondë, edhe kam thënë vetës Benjada, merr frymë, Benjada. Ndërkohë po nuk kisha parë telekamerës, nuk e di çfarë do kishte ndodhur. Po të rikthenim përsëri, do ta bëje përsëri të njëjtën eksperiencë? Atëre, nuk do ta bëja përsëri këtë eksperiencë, sepse mendoj që nga Big Brother unë kam marrë më të mirat. Dhe po do isha rikthyer mbrapa, nuk do isha e njëjta person. Njerëzit evolojnë, njerëzit ndryshojnë, njerëzit piqen, rriten dhe karakteri është gjithmonë në evolucione. Si jemi sot, nuk jemi nesër, nga eksperjencat që të bëjmë. Dhe ndoshta po të kthem mbrapa në disa situata që e kam mbajtur veten, sot nuk do e kisha mbajtur veten. Dhe sepse e shikon edhe ndryshe. Po, 2 fjalë më shumë do t'ja kisha thënë dikujt aty brenda. Nuk po pyes kush. Shqipu italisht do t'ja kisha thënë. Por shumë mirë kështu, sepse fund fare në televizion ndonjëherë duhet edhe të përmbash pak, sepse ti përballesh edhe me shumë, jo vetëm me të rritur, ti përballesh edhe me fëmijët, përballesh edhe me adoleshent. Ka dhe mesazhe që ti çon përmes televizionit. Po. Jori Delli, shoqja ime dhe jotja, zgjedh punoj për tregun e huaj, për tregun italian, si influencer, ndërsa ti zgjedh influencer për tregun shqiptar. E vërtet. Po ndërkohë vini të dyja nga i njëjti shtet, i njëjti background për të bërë të dyja influencer. Pse ti ndryshe? Nuk e di, kjo Shqipëria më ka rëmbyr, kjo Shqipëria më ka bërë për vete dhe nuk mendoja, por jam shqiptare ma shumë se sa shqiptarët vetë. Se sa mendoja, po. Dhe kam filluar të jetoj në Shqipëri si eksperiencë. Dhe kam thënë sa teci, si të shkoj, të marr më të mirat e Shqipërisë. Por ky vendi nuk don shumë tike. Dhe jam ndjer shumë mirë këtu në Shqipëri. Nuk di të them përgjigjen. Sigurisht Jori ka edhe një lidhje me një djalë italian, me një artist italian, bashkëton. Mendon që kjo e ka ndihmuar më shumë për që edhe lidhur me tregun e huaj? Ndoshta po, sepse ku ke një lidhje me një person që jeton në një shteti, don ose don, do ta mbash atë lidhjen dhe për ta mbajtur. Dhe është i person publik i famshëm, normalisht ndihmesa është e madhe. Dhe tani ose por ne nuk kemi gjetur një tani shqiptar. Ja se kjo pyetja e Jorit për të pyetjen e tjetër. Tani kuptoj unë gjithë këto gjëra shqiptare. Në një djalë shqiptar që të na tërheqi tek bota shqiptare. Çfarë mendon ti për meshkujt shqiptar? Çfarë mendoj? Tani këtu do hapim një podcast tjetër, më duket do flasim për dashurinë, do vim ça zemra këtu, do vim një tani me te festa dhe një fenikotero, do vim ça pupla. Atëre, unë mendoj që gjithë burrat janë të gjitha njësoj, me të mirat dhe me të këqijat e veta. Nuk ka njerëz perfekt. Ndoshta mund të them që çon shqiptar më duket për kaq sa kam parë, janë pak më shumë të lidhur me mamat, me familjen. Gjë që unë në Itali nuk e kam parë. Se janë më autonom që të vegjël. Po. Dhe nuk kam një eksperiencë të madhe me djem shqiptar. Po si lën djem shqiptar njësit që? Nuk e di, unë mendoj që edhe po jam shumë shqiptare, nga ana tjetër jam edhe shumë italiane. Dhe nuk përshtatemi Dorina, nuk e di. Është mbas edhe mentaliteti, por edhe meshkujt shqiptar mendoj që duhet të jenë më me këmbë në tokë, më realist. Më duket ndonjëherë sikur janë disa imazhe që i krijojnë. A janë gati meshkuj shqiptar për të qenë me një vajzë e pavarur financiarisht, që ka bërë disa eksperiencë në jetën e vet, eksperiencë në 360 gradë, nuk po flas vetëm për eksperiencë sentimentale. Janë gati të përballojnë një femër që nuk i mungon asgjë dhe thjesht don. Unë mendoj që nuk ekziston kjo fakti që për të jesh perfekt të gjesh gjysmën e mollës. Ne jemi mollë të plotësuar. Po do vinë një person te jeta ime, bashkëpunëtar vetëm.
do jetë që është ambitort, nuk s'ka nevojë të plotësoj disa mungesa shumë ka. Kam përshtypjen që kjo vjen dhe historiku i hershëm shqiptar që varësia e grave ndaj burrave dhe konceptualisht ne jemi rritur me këtë lloj nuk mund ta quaj patologji, por mënyrë jetese që jemi të varur gjithmonë ndaj një mashkulli, ndaj një proteksioni dhe kjo kërkohet në mënyrë të vazhdueshme. Mendoj që vitet e fundit ka ndryshuar sepse sa vjen dhe më shumë ka femra që dalin autonome ekonomikisht dhe nuk ka nevojë të lidhen patjetër me një figurë të një mashkulli për të siguruar jetesën e tyre. Por që akoma jemi shqiptar. E vërtet, por dim shqiptar kanë edhe shumë gjëra që më pëlqejnë. Mendoj që duhet të jetë gjëja më e mirë që të jenë autonom, sepse aty do kuptojnë vërtet rëndësinë e tyre. E vërtet. Sa të rëndësishëm janë për njëri tjetrin kur nuk kanë varësi. E vërtet. Ja, gjitha diçka që meshkuj shqiptar nuk gjen, nuk kanë. Tani do të mos sulmojnë të gjitha. Unfollow në Instagram im djem shqiptar. Nuk janë të dashura me vepra. Janë të dashura me fjalë, por jo me vepra. Na çfarë kam parë, në përgjithësi edhe na çfarë na tregojnë shishët e mia shqiptar. Ndërkohë, çfarë do të thotë kjo me fjalë pa vepra? Se me fjalë pa vepra s'është asgjë. Një djalë italian, ta them konkrete, një djalë italian nuk ka nevojë të bëjë për vete, me fjalë, zemra, shpirti, dhe të tregon avash interesin e vet. Sepse është real. Dhe nuk duhet shtiret. Po. Na çfarë kam parë, dhe në çfarë kam të ngjuar, shqiptarët në fillim, çfarë shqiptar, disa meshkuj shqiptar tani. Jo të gjithë. Jo të gjitha. Duhet të thonë këto fjalë. Ndoshta në fillim bëjnë më shumë, përpiqen më shumë, me fjalë, me gjeste, me gjëra të mrekullueshëm, japin maksimumin e tyre, pastaj ku lidhja është konsoliduar, sikur e sigurojnë këtë. Sikur tërhiqen pak ndoshta. Dhe kjo pastaj ndodhë që nga ana e vajzës është një lloj çka ka ndodhur, pse në fillim mësohen fillimisht me atë procesin e këtij mashkulli që është aty prezent me fjalë. Po. Por pjesërisht është vështirë. Po, është një këshill që Beniada nga eksperjenca 100 vjeçare që ka. Ne do gjejmë meshkuj shqiptar që janë real për ty. Ja, shikojmë. Është shumë e rëndësishme Dorina që për mendimin tim një djalë, përgjithësi shqiptar italian, në fillim mos të bëj 10. Të bëj 1. Po. Por avash. Po, të bëj 7, të bëj 8 dhe pastaj 9, 10, 11, 20. Kur ta ndjej. Po. Mos të bën gjëra që nuk i ndjejnë. Kjo është një këshill e vogël. Kush don ta marr, ta marr. Kush nuk don, mos ta marr. E vërtet. Çuna si më ndoni, kam drejt o jo? Jo, goca. Unë të falenderoj shumë që ti ishe pjesë e këtij podcasti. Faleminderit. Dhe një eksperiencë, mbase shpeshherë kur ne të dyja takohemi, nuk flasim, jemi më shumë me një kafe të shkurtër ose gjëra se jemi gjithmonë në vrap. Me vrap edhe nxitim, por sot u kënaqa shumë me këto eksperienca që ne dy janë ndarë. Faleminderit dhe faleminderit Frontera, stafin e Fronterës dhe gjithë vajzat që gjithmonë ku vi këtu me një frikë, me një dhimbje të shpatulla, dal nga dera e Fronterës, qoftë në Tiranë, qoftë në Durrës, por edhe në qytetet e tjera. Tani do hapim edhe në Durrës Crown Plaza. Do jetë një Frontera spa, siç është ajo e Green Coastit, ku ti do kesh mundësi për qytetin të dashur tënd të Durrësit ta shijosh në spa. Faleminderit shumë. Mezi po pres atëherë. Ciao. Faleminderit shumë. Ky është edicioni i 4.